Ndonë se nuk ishte dëshira ime, por kështu ishte caktimi i Zotit që unë të mos kem fëmijë. Qysh në vitet e para të martesës isha nën presion të familjes së burrit pse nuk po lindi fëmijë. Sigurisht që ishte për mua një presion dhe lëndim, me që digjej zemra që të kem fëmijë edhe unë. Ndonë se nuk shihej si pengesë për burrin tim, që unë nuk kam fëmijë, ai mendoi ndryshe të ardhmen tonë. Mendoj që të ndahet nga unë, të martohet me dikën tjetër. Nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund të ndahet burri im për shkak se nuk po bëj fëmijë. Ishim të rinj dhe ndoshta don Zoti do lindi fëmijë, do të bëhemi edhe ne prindër siç janë prindër shumica e njerëzve. Kështu nuk kishte menduar edhe burri im, fatkeqësisht. Përderisa unë ëndërroja që të kem fëmijë në këtë familje, burri dhe vjera kishin menduar që unë të largohem nga kjo shtëpi, të më largojnë dhe të ndahem nga burri im. Nga një afërsi e madhe që ishte nga bashkëshorti im dhe vjera ime, filloi një ftohje dhe largësi mes nesh. Ishim shumë të afërt. Filluan bisedat nën prezencën time se duhet të kemi fëmijë, duhet me pasi me bërë një zgjidhje. Djali është i ri, thoshte vjera. Kështu vazhdoj për një kohë të gjatë me diskutime dhe fillova të kuptoj që tani ata nuk e kanë mendimin e njëjtë siç e kam edhe unë. Fillova të mërzitem sepse nuk ishin si më parë. Fillua të ndryshojnë shumë në raport me mua. Nuk flesnin shumë, nuk shprehanin dashuri dhe respekt. Madje, dikur vjera filloi edhe të më çortoj edhe të sillej vrazh me mua. Kurse burri me kalimin e kohës ftohej në raport me mua dhe fillova të kuptoj se diçka s'është në rregull. Pothuajse çdo ditë çaja sepse çdo ditë dëgjoja fjalë. Ti s'ke fëmijë, unë do të martohem, s'mund të më jetu me ty kështu e të tjerë. Këto ishin fjalët e burrit tim dhe njëkohësisht të inspiruara nga vjera ime. Fjalë që më lëndonin thellë në zemër, fjalë që më ndanin buzëqeshjen. Ah, jeta ime. Një ditë nga ditët, burri më tha se duhet të mendoj për të marrë një grua tjetër, sepse kemi nevojë për fëmijë. Duhet të kemi familje, e tjerë. Deri diku e kuptova në fakt ashtu ishte, por nuk e mendoja se ai po mendon të marrë një grua tjetër dhe të ndahet me mua. Nuk e kisha menduar. Edhe pse më dhimbte zemra, i thash martohu dhe bëj familje, por pa ditë qëllimin e tij. Kështu erdhi dita që ai të vendos të martohet me dikën tjetër. Lajmin ma dha burri dhe vjera, por nuk e mendoja që do të më thonin se ti s'do të jesh më pjesë e familjes sonë. Lajmi ishte i rëndë për mua sepse s'kisha fëmijë, pastaj sigurisht që nuk është e lehtë të kesh ortake. Të paktën kështu unë e mendoja. Fillova të çaj, por pa folur ndonjë fjalë. Vjera dhe burri më thanë: "Mos çaj, do të gjesh fatin tënd të jetës edhe ti. Ndoshta atje do të falë Zoti fëmijë." Se që më thy zemra në dy pjesë, sepse ishte fjalë e rëndë për mua dhe kuptova që ata kanë tjetër plan, jo si që kisha unë. Me ardhin e gruas tjetër, ti nuk mundesh me qëndru këtu. Kështu ka jeta, duhush mu pajtu me fatin, më tha vjera. Fillova të çaj me zë dhe ika në dhomën time. Çava dhe u mërzita shumë. Si t'ja bëj, si të largohem nga burri, vjera dhe kjo familje që unë e respektoja dhe e doja. Pas një kohe e kuptuan edhe familja ime dhe burri bashkë me vjerën time më thanë që duhesh të largohesh nga kjo shtëpi sepse shumë shpejt do të vijë gruaja tjetër në këtë familje. Kështu gjërat filluan të ndryshojnë pa dashin time. Erdhi familja më mori dhe unë u largova nga ajo shtëpi, ku mendoja që do të plaksha së bashku me burrin tim. Ish burri tashmë u martua me një grua tjetër dhe u ndan nga unë.